Në Universitetin Polis ne kemi një traditë prej më tepër se sa 20 vjetësh që merremi me kërkimin shkencor. Kemi filluar me Koplanin para 30 vjetësh dhe vazhdojmë akoma tani në Universitetin Polis. Në këto 30 vite si Koplan dhe në 20 vite si universitet, ne kemi besuar gjithmonë që pasurit ne na vijnë nga dy burime të ndryshme. Burimi i parë i pasurisë ne na vjen nga produktet natyrore. Pasuria e parë është çfarë na jep toka dhe burimi i dytë i pasurive është çfarë njeriu përpunon nëpërmjet dijes së tij. Në këtë fokus, Universiteti Polis prej vitesh ka vënë në qendër të studimeve të tij disiplinën e kërkimit dhe e ka çuar atë në një shkallë më tej për të rritur pasurinë në nivel kombëtar dhe në nivel ndërkombëtar. Kështu që fokusi i parë i kërkimit në Universitetin Polis ka qenë ajo e rritjes së të mirave të prodhuara. Ku përqendrohet fokusi ynë, kush është, do disiplina me që ne merremi. Disiplina kryesore është ajo e hapësirës së banuar, ku banojnë dhe jetojnë njerëzit, në qytet, në ndërtesa, në natyrë, në parqe, kudo që aty që njeriu shkel. Pse ne kemi vendosur fokusin kështu dhe këtu? Ne kemi vendosur fokusin në këtë pikë dhe në këtë dimension, sepse ne besojmë që një hapësirë e projektuar dhe e bërë më mirë prodhon qytetar më të mirë. Jemi partner kërkimor të shumë institucioneve dhe shpresojmë që të rrisim më tepër akoma në Shqipëri dhe në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar gjithë produktin e kësaj dijeje të madhe mbi hapësirën, gjithmonë me fokusin për të krijuar komunitete më të mira dhe për të krijuar një shoqëri më të mirë dhe një hapësirë më të mirë ku të jetojnë njerëzit më të afërm. Gjeneratat tona, ata që do vinë duke nderuar çfarë na kanë pararendur.